të gjitha partit, kolega Halil, që janë kosovare, qofshin shqiptare, sërbe, qfarë të qofshin. Që i bie... Poenta është? Poenta është që kur ka pas mundësi atër të bënë koalicione, pse jo sot? Pse s'po bëhen sot? Pse s'bëhen sot? Ta shumë nuk moj me hi në... Jo, ideja është pse s'po dojnë me bashkëpunë, cila është, si e shef ti? Cili është problemi i tyre? Okej, po shkojmë kështu. Nuk po du me marrë shumë kohë, 2 minuta. Një minutë. Vazhdo, jam kureshtar të di opinionin tuaj. Çka mendoni ju, kushtrim, se pajto me Blerim, plotësisht, krejt që a the e nënvizoj, bile e nënshkruj. Sa mund të ndryshoj përqindja mrena 3 mujve që po bëj kanë zjedhet, mrena 6 mujve, sa ndrash? Plus minus, so. Po tani kjo i bjen pak loto. Vazhdisht për analizës që e bonë. Unë e menoj që mund me lujt dejnë 15%. Okej. Halili ka thot 15% i ubëve të ndosë jo 12%, 10 ose 12%. Okej, 12% po. Okej, në regull është. Që duket absolutisht e pa mundë nëse e referonë sondazh. Që ato që i kom pa unë. Okej, ajo është bindja e kolegut. Po, është bindja e kolegut, është vërtet, po. Pak ndryshon... Se Halili si beson sondazheve, ama... Pak ndryshon kuptimin e qasis, a është kjo parti në gjendje të bëj koalicion me këtë parti, apo kjo me këtë. Mos u abit ne. Dhe po flasim, do thotë edhe për opinionin publik, se ne të gjithë një jemi. Kanë bërë këtu parti gjithë kush me gjithë kanë. Jo, ende se ka bë këtë koalicion që përmendi Rama. VVPDK s'ka ndodhë. Në nivel lokal? Në nivel lokal ka ndodhë bashkëpunim, po... E qa i bjen ajo? Sa është Kosova? Kosova s'është shumë e madhe. 10.884 km2 nalt e poshtë. Me apa qakor? Po, më varë tash... Shike bashdaru ti. E bukur kjo. E bukur kjo. Po e shetë që dhe urtakun e bëtë mi pas që shumë. Shike bashdaru ti. Varët. Që i bje që është e mundshme. është e mundshme. Por, koncepti që e tha kolegu Fidan, a është ma i rënd një koalicion të cilin ne e dim që do të bëhet për një qeveri kalimtare, a është ma e rënd për të shkuar në zgjedhje të reja nacionale, që të janë edhe më të rënda, nuk është vetëm për partitë politike, është edhe për votuesit. Sepse, unë e kom përshtypjen, ndoshta jam gabim, dhe nuk besoj që jam, që kërkush apo askush nuk po i llogarit votuesit. Krejt llogariti në sondazhe dhe në dalje në zgjedhjet e kaluara. Askush nuk e llogarit që votuesi e ka bindjen e vet. Andaj, ndoshta pyetja për këta që bëjnë sondazhe, do të ishte cilin koalicion e preferoni. Ndoshta është bërë dhe kjo pyetje. Ose nështë mirë është me shku të antarët e vetë politik, apo të bëjnë partit politike, të shkojnë të antarësia dhe të pysin. Kjo është ma demokratike. Ne kemi patëm në Gjermani shku në partit politike të antarësia vetë, njëna bo një referendum, njëna të këshillë i përgjithshëm i pyti. Vetë në do se a shkoj. Me thonë është... Urta ka është kjo ideja e qeverisë kalimtare, opcion i bukur për të kaluar në... Të pysin pak të antarësinë e vetë. Vetëm pak të dëgjojmë Urtakun? Qeveria kalimtare bëhet, është, do të thotë, doktrina, po thëmë, në shkenca politike, të qeveria kalimtare e ka një qëllim. Ato i ka politikat programore. Jo kush ku